Qëllimi i martesës. Familja ka kufij dhe të drejta. Burri ka të drejtat e tij dhe gruaja ka të drejtat e saj. Këto të drejta janë të vendosura në një mënyrë të drejtë dhe të ekuilibruar. Ne refuzojmë çdo gjë të gabuar që i atribuohet Islamit. Mendimi i Islamit në këtë çështje është i qartë dhe i dukshëm dhe pranon të drejta të ekuilibruara për secilin, burrin dhe gruan, brenda kuadrit të familjes. Shikoni këtë ajet të shenjtë dhe atë që thot për gruan dhe burrin, posaçërisht në mjedisin e familjes. Ajeti thot: ai krijoi për ju o burra, gra për ju, o gra burra, që do të thot, nuk janë një racë tjetër, as nga dy nivele të ndryshme, por janë nga një e njëjta natyrë, nga një njëjta substancë dhe nga e njëjta vetë e njëjtë. Natyrshëm, ata mund të kenë dallime në disa cilësi, për shkak të dallimeve në funksionin e tyre. Prandaj Allahu thot, me thënë, ai e vendosi martesën në natyrën njerëzore me një qëllim më të madh, dhe ajo është qëndrueshmëria dhe qetësia për krah partnerit, qoftë ai burr apo grua. Burri ka nevojë për gruan brenda kuadrit të familjes, për të siguruar qetësinë dhe ekuilibrin për veten e tij, kurse gruaja ka nevojë për burrin brenda kuadrit të familjes, për të siguruar sigurinë dhe qëndrueshmërinë. Të dy kanë nevojë për njëri tjetrin për të arritur qetësinë dhe ekuilibrin.